Përsa Allahu Gjelle Ula përmen në Kur'an të ndërruzër situata kër njerëzit ditë i gjykimit dalin për Allah të madhum dhe e shojnë sa kanë humbë. E shojnë sa mundësit nuk i kanë shfrytzu. E qka thojnë? Rabbi rgjiun, o Allah këthem edhe njëre. Kella, s'ka këthim mu, ka marrë fund mu. Aj që del për dunjas, nuk këthejet mu, s'ka mu kush e këthen. S'ka forës që e këthen. Gjdo përpjekje për me e rikthy njëri njetë është e kotë. Sot që njerëz mundohen me avancu, me shkencë, me punë tjera, kur del shpirti, kur Allah ja merr dikuj shpirtin, ka marrë fund kjo po s'kthehet më ai shpirt. E pa mundshëm është. Prandaj njëri duhet me e shfrytzu mundësinë që në dunja me ndi keqardhje. Dhe ajo keqardhje me e shty ka përmirësimi, me e shty ka ndryshimi, me e shty ka përmirësimi i gjendjes së tij. Nga se, vallahi, herë do kur do, ka me rrugë keqardhje, herë do kur do.